Ajvalia ka shënuar fituar në radhës këtë herë duke mundur 2-0 Besën e Pesë në Kishnis në ndeshjen që vlente për javën 12 të Raiffeisen Superligës. Granit Arifaj dhe Fuad Karabeku realizuan golat në pjesën e dytë, ndërsa në të parën mysafirët fare let kanë mundur të kalonin në përsi. Rasti i parë krijuohet Arifajt, por që nuk arrin të gjejë rrugën e golit. Në vazhdim Besa mbetet pa portierin Valmir Bytyqi, i cili pësoj lëndim dhe detyruat të zëvendësohet nga Irio Andi Thaçi. Rasti më i mirë për Pejanët krijohet në minutën 45, kur Kastriot Regja në duel me dy lojtar deli vetëm me portierin Petri Tahiri, i cili shpëton portën e tij. Me rezultatin 0-0 mbyllet pjesa e parë. Në 45 minutat e dytë vinë edhe golat për që shënohen nga lojtarët e Ajvalis. Fillimisht Granit Arifaj nuk qëllën portën me kokë pas harkimin nga Majta. Ish lojtari Drenicës dhe Istogut ja del të shënoj në minutën 58. Fillimisht një harkim nga Majta befasisht përfundon në shtyllën e djathtë të Thaçit, kurse nga topi i kthyer shënën Arifaj për 1-0. Ajvalia nuk ndale dhe në skendel Fuad Karabeku, i cili bukur lirohet nga kundërshtarët dhe shënon një gol mjeshtëror nga rreth 25 metra për rezultatin 2-0. Deri në fund nuk pati ndonjë rast për të veçuar. Pas ndeshjes, trajneri Besës Arnur Morina tha se fitoria e Ajvalis ishte e merituar. Po mas pari duhet me thonë që Ajvalia fitoi me merit. Prap neve na u shfaqe që rastet nuk po i konkretizojmë dhe po dënohemi. Po u bëhe tepërt kjo që po dënohemi kështu, po mdhimen lojtarët që po japin maksimumin, mirë, po drejtën me u thonë kjo që ka po na ndodh është një krizë bagje thellë, e cila po na përcjell jo me lojë, mirë, po me rezultat. Kështu që ma shumë s'ka që ka thot njeri, nuk i konkretizon rastet kimi u dënu, si që ka qenë gjithmonë në futboll. Ajvalis ja uroj fitoren, menoj që në pjesë dytë ka qenë shumë ma konkrete se na. Trajneri Ajvalisës Mehmet Munishi përgëzoi portierin Petri Tahiri, derisa foli për gjendjen e kaluar të skuadrës dhe të tashmen. Mu vjen mirë që kemi arrit për një ekipe jo ashtë mirë fizikisht, të rikthehemi në një ndër ekipet më të mira që janë përgatitur fizikisht në Kosovë. Kjo nuk do me thonë që do të nalmi me punë, po do të vazhdojmë prapë. Edhe do të përgatitemi edhe më mirë. Sot ekipa tregoi karakter shumë të fortë, tregoi moral shumë të fortë. Lojtari ndeshjes ishte portieri Petri Tahiri, i cili boni 2 pritje në pjesën e parë. Që Besa pa rast të avansoi 2-0, ishte një lojë e hapur. Edhe shumë kollaj ka mund të fitoj edhe Besa mirë, po vendosmëria jonë ishte më e madhe edhe dashte më shumë fitoren, për këtë arsye fitum. Nuk them që kemi luajtur më mirë se Besa, sepse loja ishte e nivelit shumë të mirë, po ishin dy ekipet që luanin hapën edhe luanin mirë, po them se na ishim më të vendosur edhe lojtarët tonë sot prapë edhe 150%. Ajvalia me këtë fitore ngjitën në kotën e 19 pikëve në vendin e 5, kurse Besa mbetet në pozitën e 7 me 14 pikë.